Tiparet e njerëzve që kanë lindur në datën 18 gusht. Ato i përkasin shenjës së luanit. Sidoqoftë, karakteri i një personi varet dhe nga harta astrologjike, por gjërat e përgjithshme të personave të kësaj date janë këto. Kanë një komunikim të fortë, nuk janë njerëz që dorëzohen lehtë. Nëse kanë diçka në mendje mund të vazhdojnë për një kohë të gjatë derisa ta arrijnë. Qëndrueshmëria e tyre mendore dhe fizike shpesh i detyron që të ecin përpara në jetë. Një nga tiparet që i bën ato të veçantë është dëshira për të provuar gjëra të reja. Ato ndërmarrin rreziqe që të tjerët i mendojnë 2 herë përpara se t'i provojnë. Ato kanë një mënyrë të veçantë për t'i bërë të tjerët të tërhiqen prej tyre. Mënyra se si flasin, aftësia për të qëndruar të fortë në situata të vështira, i bëjnë të jenë në qendër të vëmendjes. Në miqësi këta njerëz nuk kanë domosdoshmërisht nevojë për një rreth shumë të madh, preferojnë disa njerëz të afërt të cilët mund të besojnë vërtet. Një miqësi e sinqertë vlen më shumë se 10 njohës sipërfaqësore. Në dashuri janë të drejtë për drejtë, nuk u pëlqen të luajnë role apo të bëjnë sikur ndjejnë diçka që nuk e ndjejnë. Kur dashurojnë vërtet, duan të jenë të sinqertë dhe presin të njëjtën gjë nga partneri. Janë të përkushtuar ndaj personit që kanë zgjedhur, por njëkohësisht kanë nevojë të ndjejnë respekt dhe vlerësi. Nuk i pëlqen të ndihen të kontrolluar apo të nënvlerësuar. Një marrëdhënie ku ka besim dhe respekt është shumë e mirë për ta. Familja ka një rol të veçantë për të lindurit e 18 gushtit. Ato pryren të ruajnë lidhje të forta me familjarët dhe kur bëhen vetë prindër, përfshihen shumë në jetën e fëmijëve. Janë bujar të dashur mbështetës. U japin fëmijëve mundësi dhe siguri. Për këtë arsye, ndonjëherë mund të duken dhe të rreptë. Megjithatë, pas kësaj erreptësie fshihet dëshira që fëmijët të jenë të fortë për të përballuar jetën. Të lindurit e 18 gushtit zakonisht kanë një marrëdhënie të fortë me aktivitetin fizik. U pëlqen të jenë në lëvizje dhe të shijojnë aktivitete. Kënaqen dhe me praktikën e përditshme të punëve si punët e shtëpisë, rregullimi i gjërave, punë me duar e të tjerë. Një nga dobësitë e tyre është dashuria për ushqimin e mirë. Ato mund të mos duan të kufizojnë veten kur bëhet fjalë për një vakt që u pëlqen. Për sa i përket punës, ato shkëlqejnë më shumë kur kanë mundësi të marrin përgjegjësi. Pra, roli i liderit i përshtatet atyre. Kanë prirje për leadership dhe janë të aftë ta drejtojnë një grup për të organizuar njerëz për të marrë vendime edhe kur të tjerët hezitojnë. Krahas anës së fortë, ka dhe një anë krijuese. Fushat artistike, krijuese, drejtuese janë të përshtatshme për to. Lidhur me paratë, ato duhet të jenë pak të kujdesshëm, duke qenë se janë bujar shumë, ndonjëherë shpenzojnë më tepër nga sa e kishin planifikuar. Sidomos kjo për njerëzit që vërtet japin kënaqësi. Ato mund të marrin vendime të shpejta financiare dhe më vonë të kuptojnë se do të ishte mirë sikur të ishin pak më të tërhequr. Për këtë arsye, një rregull i thjeshtë për ta, para se të bëjnë një shpenzim të madh, të mendojnë një herë nëse është vërtet i nevojshëm. Një nga cilësitë e mëdha të tyre është besimi tek vetja. Ndoshta do të kalojnë periudha të vështira në jetë, si të gjithë njerëzit, të zhgënjehen të përballen me pengesa, por kanë një forcë të brendshme që i shtyn të ecin përpara. Kur kanë një ëndër të rëndësishme, ato nuk e harrojnë lehtë. Mund ta lejnë për pak kohë më njëherë, por shpesh kthehen prapë tek ajo. Ato duan të lënë gjurmët e tyre në jetë dhe të ndjejnë se kanë bërë diçka me vlerë në fund të jetës. Pika e tyre më e fortë është këmbëngulja. Nëse mësojnë të kombinojnë guximin dhe durimin dhe të mos marrin çdo vendim vetëm nga emocioni i momentit, kanë mundësi të ndërtojnë diçka shumë të qëndrueshme dhe të jenë shembull për njerëzit që kanë pranë. Nëse rastisi ta dëgjosh këtë video, mund t'ia dërgosh një personi që ka ditëlindjen pikërisht në datën 18 gusht.